çfarë i gatova Evës që kur të kthehet nga puna të gjej një pjatë të ngrohtë me gjellë. I gatova supe pashaqofte. Edhe bëhet e thjeshtë, e shpejtë dhe shumë e shijshme. Në fillim do hedhi mishin e grirë, qep të grira, pastaja orizin, kripë, piperë, çfarë i hodha tjetër, vaj ulliri, edhe pastaja pas i përzjeva të gjitha këto bashkë, po flisja me mamin telefon, edhe më kujtoj që nuk i kisha hedhë vezë, edhe kjo është kopër. Kopër i hodha brenda dhe pastaj ja hodha dhe këto, mirë që më kujtoj, se do të kisha harruar. Nejse, pasi i bëra të gjitha bashkë, pastaj ja i përzjeva edhe i ndava në topa të vegjël, vura ujin që të vlojë, i hodha një çik vaj ulliri, pak kripë dhe piper brenda, edhe pastaja unë pashaqoftet i kaloj në miell, ca herë, jo shumë herë, si më teket në fakt. Kur i kalon në miell mund të trashet pak më shumë lëngu, nëse nuk i kaloni s'ka problem më prapë. Si tu vije dhe mua si më erdhi, kësaj radhe më erdhi që të kaloja në miell. I lë me flak të avashtë që të vlojnë, se po të jetë shumë e lartë, pastaj na hapen ato gjatë zjerjes. I hodha patate edhe karota, në qoftë se doni mund të hidhni oriz, po neve na pëlqen me patate dhe karota, dhe në fund fare i hodha majdanos supës. Edhe doli perfekte e shkëlqyer që të gjej Eva kur të kthehet nga puna. Të kaloni bukur. Ciao ciao.